Teleshikues të dashur, përshëndetje dhe mirëmbrëma, mirë se po takohemi bashkë në gjurmët këtu në Alpse, televizionin e parë dhe të vetëm shqiptar në Skandinavi. Përshëndetjet për zemërt nga studio në Kosovë, në emrin tim, në emër të Bajramit, në teknik, në emër të ekipës së gjurmët, të palodhshëm, një numër i madh i njerëzve të cilët janë të inkuadruar që këtë emision jo vetëm ta bëjnë në mënyrë më të mirë të mundshme, po edhe në ato kontakte dhe biseda me embra dhe personazh të arrir, intelektual dhe për të prekur temat e rëndësishme të kohës. Ndjekësit e devotshëm të Alpse-s dhe të programit Gjurmët tashmë e kanë kuptuar që jemi të fokusuar dhe të përqendruar kryesisht tek fusha e kulturës, promovimin e çështjeve më të dhimbshme ndoshta të shoqërisë shqiptare. Mirë, po marr parasysh edhe kërkesën tuaj dhe besimin tuaj kushtuar Alpse-s, jemi fokusuar për të realizuar edhe disa tema dhe disa të ftuar nga fusha e politikës. Dhe pikërisht sonte është dashur të nisim rrugtimin ton me të ftuarin e parë dhe për të vazhduar këtë kolonën e temave dhe të ftuarve nga fusha e politikës. I ftuari im për sonte ishte në fakt doktor Haxhi Avdyli, përndryshe deputet i Kuvendit të Kosovës nga LDK-ja. Ne e kemi pritur dhe kjo është arsye pse jemi vonë, por që emisionin nuk do dështoj definitivisht, dhe arsye e mosardhjes së tij e shihni edhe vetë në ekran. Mesazhin pak para fillimit të programit, unë me Bajramin dhe gjithë ekipën e gjurmët kemi vendosë që sonte të flasim pak me miqt e Alpse-s, me teleshikuesit të cilët në për emisionet tonë realisht edhe kanë kërkuar të jenë pjesë direkte e debatit dhe bashkëbisedimit kur është shqedhimi i temave të caktuara. Dhe sonte ne do flasim pikërisht për zgjedhjet e jashtëzakonshme. Siç e dini, presidentja në detyrë Vjosa Osmani ka shpërndar legjislaturën e 7 të Kuvendit Kosovës duke e caktuar 14 shkurtin datën e mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare. Çfarë prisni ju nga këto zgjedhje? Kë e shihni si pretendent kryesor për të marrë timonin e qeverisjes së shtetit Kosovës? Sa besoni në sinqeritetin e asaj çfarë flitet nga përfaqësuesit e subjekteve të ndryshme? Kjo është tema, numrin e kontaktit të Viberit e keni aty në ekran dhe unë me shumë dashamirësi pres telefonatët e juaja, mendimet e juaja dhe më pas të bëjmë një bashkëbisedim bashkarisht, ndërkohë që ju që nuk keni mundësi për të bërë një telefonat, atëherë mos nguroni për të na shkruar aty tek live streaming në faqen zyrtare të Facebookut RTV Alpse. Zoja Gjule Desku, përshëndetje, faleminderit shumë, edhe unë ju përshëndes dhe ju ftoj të bëni pjesë e këtij debatit bashkëbisedimi dhe për të na treguar për zgjedhjet e 14 shkurtit të 2021 të zgjedhjet e jashtëzakonshme. Përshëndetje i nderuar Moris, ju përshëndes po ashtu edhe gjithë shikuesit Respect Alls ose Alles apo All, si thonë në anglisht. Bani e jupi, përshëndetje shqiptarve në Austri, faleminderit shumë. Edhe unë ju përshëndes në emrin tim, po edhe në emër të tërë stafit të Alpse-s dhe pres mendimet e juaja në lidhje me temën që kemi hapur dhe besoj që jeni shumë të lumtur që keni mundësi edhe ju të bëheni pjesë direkte e programit. Numrin e Viberit e keni në ekran dhe pa diskutim me shumë dashamirësi mirëpres telefonatët e juaja, mirëpres tekstet e juaja
të cilat me shumë kënaqësi do i realizoj dhe me shumë kënaqësi dua të bashkëbisedoj në lidhje me temën që kemi hapur, zgjedhjet e 2021-s, zgjedhjet e jashtëzakonshme në Kosovë. Kolegu ynë Endri Nazarku nga studio qendrore atje në Suedi thot përshëndetje me Zahir, po dukesh si spiker live, me komplimente, inshallah është një hap i mirë për Kosovën dhe njerëzit. Inshallah votojnë për atë që ofron mirëqenje dhe jo një thes me miell si themi ne në Korçë. Korça moj e jona Korç me sonata më të bukura Endri i dashur, tani unë sonte realisht jam pregadit që t'jem pak më serios, sepse e para e punës e kisha të ftuar një doktor, neurokirurg dhe një debutet, tani ish debutet nga LDK-ja. Ai vazhdon të jetë ushtruesi i detyrës së debutetit, po jo nga LDK-ja, sepse është përjashtuar doktor Haxhi Avdyli, por që pak minuta para se ne të nisim programin, e morëm një tekst nga zotëria në fjalë. Dhe prandaj po flasim pak më me seriozitet, sepse vetë politika është serioze dhe është një fushë të cilën unë sinqerisht gjithmonë i kam qëndruar anash dhe e kam ignoruar. Por, ma të parasysh besimin e madh që shqiptarët tanë, nuk dua sonte të them shqiptarët e mi të dashur, por shqiptarët tanë, e kam fjalën për miqtë e ALBCE-s, është kërkesa e tyre që pikërisht gjurmët të jenë ata të cilët do merren më afër këtyre çështjeve dhe kuptohet me anë të parashtrimit të pyetje nga ana ime si drejtuesi i programit për të nxjerrë në pa të vërtetën e asaj se çfarë po ndodh kur është politika kosovare në pyetje. Esin në Lekiq, përshëndetje, besoj se Kurti do t'jetë absolut fitues në Kosovë dhe degën e saj në Tiranë së shpejti, Kurti e Armja. Zotri Esin, falemderit shumë, pikrisht, një mesazh shumë i bukur realisht dhe unë do doja të elaboroja dhe të bashkëbisedoja me ju pak në lidhje me këtë mesazh. Tani kur jemi tek kjo, besoj se Kurti do t'jetë absolut fitues. Pse beson se do t'jetë Kurti fitues? Çfarë ka Kurti që nuk ka Vjollca? Çfarë ka Vjollca që nuk e di tani kush po kandidohet? Hoti për shembull. Çfarë ka Hoti që nuk kanë të tjerë? Domethënë, na flisni pak për edhe programe, ndoshta këto lloj platforma, ideologji të cilat përmbajnë lëvizjeve të vendosje apo tani kjo lëvizja e Zoes Vjosa Osmani, apo edhe parti të tjera, për shembull LDK, PDK, edhe parti tjera të cilat garojnë. Unë nuk e di sa ju përcjellni këto programe dhe platforma, sepse kam përshtypjen që me votën tonë, ashtu si herë kaluara edhe këtë vit mund të ndodhë e njëjta gjë që elektorati për pak pushtet, për pak lek dhe për pak të mira materiale të arrin të blihet. Do zoti që kjo nuk do të ndodhë, por që përshtypja ime, domethënë nga ana e një qytetari të thjesht, nuk dua të them nga ana e një gazetari. Numrin e telefonit e keni aty, ndërkohë që Bajrami në një cop letre do ma shkruaj, sepse unë nuk arrit, tash është pak largë dhe kemi kamera të cilat po na e rëmbejnë këtë numër dhe dua edhe me gojë për ta përsëritur, kështu që Bajrami është duke më dëgjuar dhe në një letër do ma bi këtu numrin e telefonit dhe më pas unë do kem mundësi edhe për ta përsëritur. Pra edhe një herë, telefonatat janë 0 cent, jemi në Viber dhe unë mirëpres inkuadrimet e juaja, mirëpres tekstet e juaja, zgjedhjet 2021, zgjedhjet parlamentare në Kosovë, çfarë prisni nga ato, kush mendoni që do t'jetë fitues, kush duhet të jetë fitues, a do t'jenë këto zgjedhjet e pastërta nga subjektet politike
për ta matur forcën e tyre 1-1, apo edhe këtë vit do kemi këto pazare, muhabete, nuk e di, mbrëmjeve në për restorante, kur ata, do më thënë, shkëmbejnë këto, jo vetëm ide, po edhe pozitat. Okej, bëhu ti me mu, unë ta jap presidencën, bëhu ti me mu, unë ta jap kryeministrin, bëhu ti me mu, unë ta jap parlamentin, ashtu si që jemi mësuar tashmë. Po, falemderit drejtorit, mikut, shokut, vlaut, gjithë shka time. Telefono 004670026268. Falemderit shumë, ky është numri dhe unë po i bëj këti, do më thënë, pin këti numri, ose e marim kështu, edhe njëherë falemderit bashkimit, numrin e kam tashmë, mos ma zini për të madhe që nuk shikoj televizionin, sepse si për shërë, sonte edhe syzet i kam haru, largë nuk arri të shoh, por që mirë jemi. Me rëndësi është që po shihemi mirë. 004670026268 është numri i Viberit, e keni edhe në ekran, dashur miq. Hajde të flasim pak në lidhje me temën që e kemi hapur, ndërkohë që temat sonte, zgjedhjet 2021, zgjedhjet e jashtëzakonshme, çfarë prisni nga to? E keni kërkuar shpeshherë kur kemi patur mysafyr, hey, a muj mu kyç? Ja ku është rasti për mu kyç, për me dhënë një mendim, për me fol pak me Morisin, edhe për me t'ni e gjithë bota. Përshëndetje shumë i respektuar me Zahir Urim edhe përgëzime për emisionin, është kolegu ynë, mësuesi i dashur Shani Hoti, si një lloj analisti edhe Shaniu do mund ta kap telefonin dhe të na bëj një të themi telefonat për të na dhënë mendimin e tij çfarë pret nga zgjedhjet e këtij viti. Endri Nazarko thotë të ndodh shpesh që të ketë mungesa të tilla, por edhe njëherë komplimente si e keni zgjedhur ta vazhdoni emisionin, por qëndroj me fjalën tuaj, shpresoj njerëzit të mos blihen ose të mos ketë ndryshime në flet votime. Një pyetje kam, cili mendon nga kryetarët e partive e din më mirë historinë e shqiptarisë? Endri Nazarko, kjo është një pyetje shumë e rëndë, kjo është një nga ato pyetjet $1 milion. Unë nuk e kam atë guxim ta them mendimin tim, sepse mendimi im nga gjithë spektri politik të themi, nuk besoj që është një i vetëm që din historinë e shqiptarisë. Mendimi im, jo që them që janë totalisht analfabet, apo nuk e di, por që historia e shqiptarisë është shkencë në vetë dhe për ta ditur atë duhet shumë mund, shumë studim. Ndërkohë që politikanët tanë kanë patur punë më të mëdha, më serioze, më të mençura të merren se sa me historinë e shqiptarisë. Pak ironi, na lejohet pak ironi. Mirë, unë jam drejt për drejt Alpse, televizioni i parë dhe i vetëm shqiptar në Skandinavi, studio në Kosovë, sonte, edhe njëherë është dasht të realizohet bashkëbisedimi me doktor kirurg Zotri Haxhi Avdyli, deputet i Kuvendit Kosovës, por që pak minuta para se nisim programin, zotria në fjalë na e ka lënë një mesazh për mos ardhjen ose për mos mundësinë e tij që të vijë në Ravec. Sido që tjetë, jeta vazhdon, programin nuk do të shtojë asesi, dhe t'ju them të drejtën, unë jam shumë i lumtur sepse kam shumë qef që të flas me popull, për të parë dhe për dëgjuar çfarë mendon populli dhe sa është entuziast populli, sa beson populli në këto zgjedhje, dhe kujt do ja jap populli votën e tij. Sepse verdikti, gjyqtari dhe juristi apo avokati më i mirë dhe më i sinqert në këto të themi
mbledhit dhe ndodhit si që janë zgjedhjet, apo jo, është populli dhe mendimi i popullit. Unë po shikoj këtu edhe telefonin, nëse kemi ndonjë telefonat apo ndonjë mesazh, nuk kemi telefon, domethënë telefoni është absolutisht i hapur, linja është e lirë, mund ta bëni telefonatën dhe unë me shumë kënaqësi mirëpres se cili nga ju për të bashkëbiseduar dhe për të më treguar çfarë mendoni ju për zgjedhjet e këtij viti, të cilat zgjedhjet realizohen me 14 shkurt. Edhe një herë, ushtruesja e detyrës së presidentës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka marrë vendimin që me datën 14 shkurt në Kosovë të zhvillohen zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Në këtë mënyrë, Zoja Osmani ka shpërndar edhe parlamentin përkatësisht legjislaturën e 7 të Kosovës. Dhe pikërisht për këtë sonte flasim, duam mendimin e popullit, duam mendimin e dëgjuesve dhe miqve të Alpsë për të na treguar çka mendojnë ata në lidhje me zgjedhjet, çfarë presin ata, ndërkohë që kishim edhe një mendim nga Tirana e bukur, që të themi zgjidhja më e mirë e Kosovës në këto qaste është zotëri Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje, por që unë kërkova informacion shtesë. Pse Albin Hoti? Çfarë ka Albin Hoti, e thash? Wow. Albin Kurti. Mirë, unë kam punë me hot, kështu që mos ma merrni për të madhe. Është emisioni drejt për drejt dhe kjo është magjia e të qeni drejt për drejt në program. Pra, pse Albin Kurti, pse lëvizja vetëvendosje? Çka ka ky subjekt që nuk kanë subjektet e tjera? Më folni pak për këtë gjë, sepse nga ju sonte dua edhe unë të mësoj pak më shumë. Përshëndetje Moris, ja një poezi, Zoja Anife Kryeziu, përshëndetje i nderuar Moris Besim Dina, përshëndetje Besim, faleminderit shumë, uroj t'jesh mirë. Unë biri yt Kosovë nga Zoja Anife Kryeziu, një poezi kjo e Ali Podrimës, është një nga perlat kur është poezia, është nga ato poezit potente, të mëdha që pikërisht në këto situata si janë zgjedhjet, për shembull, i drejtohemi nanës Kosovë. Unë biri yt Kosovë, ti njoh dëshirat e heshtura, ti njoh ëndrat, erërat e fjetura me shekuj, ti njoh vuajtjet, gëzimet, vdekjet, ti njoh lindjet e bardha, caqet, hetuat kulluara. Ta di gjakun që të vlon në gji, dallgën kur të ra netvet pa gjumta, e të shpërthej do si vulkan. Më mirë se kushdo tjetër të njoh Kosovë, unë, biri yt. Faleminderit shumë për këtë poezi, Zoja Anife, na izgjove ndjenjat, ndërkohë që një përshëndetje për zemërt kam për Zojen Ganimete Bajraktari, familjarisht e përshëndes, atje në Austri, atë shoqatën që ajo drejton, gjithashtu edhe kolegët të themi të saj nga Fedi, forca e diasporës, për t'i uruar shëndet dhe të mirat pa fund. Gjithashtu, për një mikje ti me shumë të dashur, një grua, një njeri mrekullueshëm, Fatime Kalimashi, Bajram Orina, e shumë të tjerë, të cilët janë tashmë apo tani me ne bashkë. Zgjedhjet parlamentare në Kosovë, zgjedhjet e 14 shkurtit, pritshmëritë e juaja, çfarë prisni nga këto zgjedhjet? Kush mendoni se duhet të jetë fitues? Dhe pse? Pikrisht ai. A do të jenë zgjedhjet e pastërta sipas mendimit tuaj? Do të garojnë duke sfiduar vetën e tyre, duke sprovuar apo provuar forcën e tyre vetanake, apo edhe zgjedhjet e 14 shkurtit do jenë të njëjta me ato të kaluara, kur do të ketë këto lloj pazardhë që të themi në emër të popullit, kuptohet, sepse populli voton, ndërkohë që ata lidhin këto si i thuhet në politikun, nuk e di, ide nuk kam, por që i bashkojnë forcat
dhe i ndajnë presidencën e parlamentin, e kryeministrinë, e drejtorinë, e kështu me radhë. Një përshëndetje të përzemërt për një njeri që unë personalisht qmoj lartë dhe respektoj, zoti Skenderbek Laiqi, thot do doja që të ngrisja çështjen e faktorizimit të mërgatës të lejohej që mërgjimtarët të votojnë dhe të votohen. Mendojnë që mërgata duhet që të konsiderohet si komunitet në veti e që t'i kenë vendet e rezervuara. Këto tema i kemi shqyrtuar shpeshher në lobin Euro-Atlantik shqiptar dhe mendoj së shpejti t'i dërgojmë edhe ne përfaqësuesit tanë që të jemi edhe ne pjesë e barabartë e juaja, nderime dhe respekt Skenderbek Laiqi. Përshëndetjet për zemër të Skenderbek i dashtun për ty, familjarët, miq, shokë dhe gjithë lobin Euro-Atlantik shqiptar. Faleminderit shumë. Përshëndetje ju lumt për emisionin Zoja Bahri e Krasniqi Mirena, faleminderit edhe juve që jeni pjesë e Alpses, televizionit të parë dhe të vetëm shqiptar në Skandinavi. Për shqiptarët dua të them një shpjegim. Ministër do të thot shërbëtor dhe kryeministër do të thot krye shërbëtor. Ndaj zgjidhni shërbëtorët tuaj si duhet që t'ju shërbejnë, jo t'ju vjedhin. Se kështu familja shkatrohet. Nëse nuk e shohim shtetin si një familje të madhe, nuk do të ketë kur sukses. Një apel shumë i mirë nga Endri, i bashkangjitem absolutisht dhe e mbështes çdo gërm, jo, domethënë çdo fjali, po çdo gërm, sepse kështu do duhej të ishte Endri i dashtun, por që nuk e di, unë për veten time e flas, nuk është se kam pas atë luks që ta provoj magjinë e atyre koltuqeve, foteleve atje në parlament, nuk e di, në përzyrat e shtetit, por që shumica, nuk do të them gjithë, po shumica e tyre të cilët kanë premtuar, kur e kanë gëzuar postin, nuk e di, kryetarin e komunës, apo drejtori një dikasteri, apo ministri një ministrie, kanë qëndruar edhe si njerëz, po kanë qëndruar edhe në ato premtimet e tyre, duke i ignoruar, duke, nuk e di. Nuk duhet flas më thellë, se kam frikë që do të gaboj, unë si laik i politikës, por që po mundohem të bëj llaf. Ju më keni lënë vetë tani në mëshirë të fatit, edhe njeriu kur është vetë duhet flet, jo lidhje pa lidhje kuptohet, por që duhet thot diçka. Ata që kanë mend të votojnë të paktën le të japin votën ku duhet dhe mendoj se njeriu i vetëm që meriton votë në Kosovë e pas luftës është doktor Gzim Kelmendi, i cili vërtet ka treguar se ai e do vendin dhe popullin e Kosovës. Respekt. Bajram, përshëndetit për zemër të, faleminderit shumë, pra doktor Gzim Kelmendi, sipas Bajramit, kuptohet është i vetmi njeri i cili meriton të votohet, hajde të themi kushtimisht. Zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë, jepni mendimin tuaj, cili është mendimi juaj, çfarë pritni nga këto zgjedhjet, kush do të jetë, kush do duhej të ishte i pari, fituesi i zgjedhjeve, dhe këto lloj të themi formacione, apo jo këto lloj ekipe bashkëpunuese, parazgjedhore, fraksione e këto lloj gjëra të cilat jemi mësuar që të ndodhin gjatë fushatës për t'i prekur bashkarisht. Ndërkohë që numrin e telefonit 0046 700 262 688. Ky është numri i telefonit. Okej, më vinë mesazhe. Zoja Gjyle Desku thot PDK si gjithmonë ja kanë dhe kanë me kanë se kur nuk janë rëzu. Çdo 3 muaj që 20 vite e ka majt PDK-ja. Zoja Gjyle Desku, mirë, PDK-ja. Kjo ishte shumë e bukur nga Zoja Gjyle. Thot, si gjithmonë PDK-ja janë konë, kanë me konë, dhe kur nuk janë rëzu. Kjo është për një poezi. Janë konë, edhe kanë me konë,
edhe kur nuk janë zu. Okej, faleminderit shumë. Thot përshëndetje, as ju dhe as ne nuk duhet ju çudit pa përgjegjësia dhe injorimi i njerëzve të papërgjegjshëm. Këta janë politikajt kosovar që lëvizin pas një nevoj pre një anë e në anën tjetër. Mos mbajtje e terminit në vendet europiane mban pasoja, jo vetëm morale. A thua e din këta njerëz se qytetarët kanë peshore, ose mos ardhja pëson se nuk ka çka të thotë, zhgënjimi i radhës apo fillimi i mashtrimeve të radhës. Kështu si jemi, i kemi edhe punët, këto zgjedhje vështirë se sjedhin ndryshimin e pritur. Zoja Ganimete, përqafoj shumë, të uroj shëndet e të mira pa fund, por që unë jam në rregull me ndërgjegjen time, edhe Bajrami është top, është në teknik, edhe ekipa e gjurmët është edhe si thonë anglezët in a good mood, në disponim të mirë, emisioni po mbat me pak minuta vonë, por që ne realisht kemi pritur deri vonë ardhjen e zotri Avdylit, doktor Haxhi Avdyli, sepse kështu jemi marrë vesh realisht, dhe unë me keqardhje njerëzve të tjerë të cilët ndoshta i kemi shtyrë për nesër pas nesër të jenë pjesë e debatit këtu në studio, i kërkojnë ndjesë dhe falje publike, por që edhe kjo ndodh. Unë i kam qef këto gjërat kur ndodhin kështu, sepse kjo, si tha edhe mikja ime Ganimet Bajraktari, janë një lloj mësimi, të paktën unë si drejtuesi i programit dhe ne si medium, jashtëmase serioz, kuptojmë shumë nga këto zgjedhje dhe në fakt nga këto dështime, të kisha fjalën, dhe duke kuptuar më pas mësojmë edhe ne se si duhet të sidhemi realisht me të tjerë të ftuar. Votën duhet me ja dhënë atij që punon për popull e për shtet, e jo atyre që punojnë për xhepin e vet. Korrupsioni na ka ngulfat. Duam drejtësi dhe mirëkuptim me të gjitha partitë politike. Ne ki hoti, i dashur ne ki, edhe unë dua, mirë po, a kemi një subjekt politik të tillë? Viber 0046 700 262 688. Hajde të flasim pak. Unë dua shumë çka realisht, dëshirat e mia janë të jashtëzakonshme dhe të mëdha, por që jam skeptik, siç tha edhe zoja Ganimeta, punë i kemi ashtu që i kemi politikant ose pretendentët që merren me politikë, kuptohet. Sepse një politikan, unë kam parë kur ishte, ditë më parë, kam parë një, tanin do të gaboj nëse ka qenë drejtor, apo minister, apo diçka e tillë në Ukrainë, dhe që zotria në fjalë për një gabim të vetëm para publikut me ryp, do të thënë i hin vetës. Dhe ishte gabim banal, ishte gabim shumë i vogël, ishte gabim të themi shumë i padukshëm për neve shqiptarët, por që kemi të tillë njerëz të ndërgjegjshëm, ose rasti në Japoni për shembull, i cili ka qenë në grevuri, do të thënë nuk ka pranuar që të haj për një lëshim shumë të vogël. Jemi drejt për drejt në program, sonte po flasim me miqtë e Alpsës, ndërkohë që tema është, siç e keni tashmë edhe aty, zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë, telefono në Viber dhe jepe mendimin tënd 0046 700 262 688. A do të dilni në zgjedhje, nëse po, për kë do të votoni, nëse votoni për filanin, pse pikrisht për filanin, jo për fistekun, çfarë ka filani, nuk ka fisteku, a mendoni se zgjedhjet e 14 shkurtit do të jenë zgjedhjet e pastërta, do të garojnë subjektet politike vetvetiu, apo do ketë këto lloj të themi
formacione të pregaditura para zgjedhjeve kur bashkohen forca, do me thënë njëshi, dyshi dhe treshi krejt bashk, dhe më pas për të formuar qeverin, e cila qeveri do t'jetë po e njëjta, të themi, figurativisht, si këto të kaluara. Përshëndetje Alpse, unë mendoj se zgjedhja më e mirë është të jem unë kryeministër, sepse unë e dua popullin dhe nuk e dua paran, Shevqet Balej. Zotri Shevqet, tani nëse që e do popullin jam i sigurt. Do më thënë, megjithse personalisht nuk është se njihemi, kjo qëndron, e do popullin, që nuk e do paran, tani aty 50 me 50, po që na trego a je me të majtit, a je me djathtit, çka përfaqëson, apo je i pamvarun. Okej. Ndërkohë që Bajrami atje në studio po më nguc, po më thot Moris, tregoj edhe ti që e ki një parti. Tani, ata që më njohin mirë e din që unë jam, do të thënë, me partin e pensionistave dhe mbroj intereset e pensionistave. Nëse unë një ditë dalë në zgjedhje, atëherë ky do të jetë subjekti të cilin unë do e drejtoj. Por që unë nuk mendoj mu shkëput nga puna të cilën po e bëj 20 vitesh dhe një punë që mas mirë ti di me e bo dhe falemderit Zot që nuk kam pas nevoj të bëhem servil, të bëhem shërptor i ndonjë subjekti politik, nuk e kam pranuar ftesa, oferta 1 milion i kam patur, nuk e kam pranuar sepse unë jam popull dhe gjithmonë me anë të programit tim kam tentuar të bëj më të mirën dhe për të përfaqësuar zërin, interesin, dëshiren, vullnetin dhe qefin e popullit. Qoftë në emisionet që janë më serioze, po qoftë edhe ato emisionet që janë më të themi të lira apo humoristike. Pajtim Ukshini, thot populli e ka pa që ishte në pushtet si PDK, si LDK, si AK, sen nuk banën, jep janë i pak fuqin VV-s, ta këshyrim qysh po e ullheq, ndoshta mos po ndryshon naj sen për rinin. Hapni syt, popull, keni kujdes me votën e juaj, mos e merrni vetën qaf si që 20 vjetë. Zotri Pajtim Ukshini, faleminderit shumë, një mesazh shumë i bukur, kjo e fundit më pëlqeu jashtë mase, hapni syt o popull, hapni syt o popull dhe keni kujdes me votën e juaj. Edhe unë i bashkangjitem këtij, të themi slogani apo kësaj motoje, hapni syt o popull dhe keni kujdes e kujt ja jepni votën. Zoja Bahri e Krasniqi Mirena thot, në Kosovë më shumë njihen për mos punë dhe angazhime dhe haptas u thuhet, por askush nuk jep përgjegjësi. Kështu shkon shteti në Kosovë. Dështim. Faleminderit shumë. Zoja Ganimet Bajraktari sërish thot të diaspora edhe njëherë po anashkalohet dhe injorohet. Të shpresojmë se mërgjimtarët kësaj radhe do të mendojnë gjatë se ku do të adresojnë besimin ose edhe nuk do të ndajnë fare besim. Një mesazh po ashtu i bukur, Zoja Ganimet, edhe ju andej në mërgat, unë fjalën diaspor nuk e pëlqej, edhe ju andej në mërgat, dëshira ime është në fakt, është që ju të jeni edhe më të zëshëm, megjithse, dhe më thënë, përkundër faktit që kaluam një vit të tmerrshëm, pandemik, ishit të zëshëm, ishit aktiv, ka vend për më shumë, për më tepër. Dhe unë kam thënë haptas, ju mbështes shpirtnisht juve dhe atë të themi iniciativën tuaj, organizimin tuaj. Zoti Blerim Osmani, përshëndetje të gjithëve, falemderit shumë, përshëndetje Mezair, falemderit Vjenë, përshëndetje Njazi,
Zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë, sonte flasim me popullin, sonte nuk kemi të ftuar, sonte flasim me miqtë e Alp CS drejt për së drejt në Viber, telefono dhe jep mendimin tuaj apo mendimin tënd në lidhje me zgjedhjet e jashtëzakonshme të 14 shkurtit. Çka pritni nga këto zgjedhje? Kush do të fitojë këto zgjedhje? A kemi realisht subjekte politike të ndershme, të themi figurativisht, të cilëve ua besoni votën dhe do ua besoni votën tuaj? Zoja Resmi EU ka një përshëndetje për zemër për juve, thot përshëndetje për zemër, të uroj dhe shpresoj se këtë radhë populli do të mendoj mirë para se t'i jap votën, t'i vë së pari gishtin kokës, për 20 vite shumë zhgënjime të dashur kosovar, mos na zhgënjeni, na nevojitet një Kosovë e pastërt, pa korrupsion, pa premtime të kota, heronjt nuk dhanë jetën për një Kosovë të tillë, mos na mallkojnë fëmijët tanë për një votë të gabuar, ju faleminderit. Një mesazh shumë i bukur dhe një përfundim shumë i bukur. Mos na mallkojnë fëmijët e dëshmorëve për fatin e zymt që e kemi patur për gjatë 20 viteve dhe zot runa ta kemi një fat të ngjajshëm, mos të them të njëjtë në ditët në vazhdim. Cili është kuptimi i telefonatës për diasporën? KQZ përmes instalimit të një metode të re të panjohur në praktikën e shteteve demokratike, po tregon haptës se qëllimi është përjashtimi i mërgatës nga drejta e votës. Ky është një diskriminim dhe poshtrim që i bëhet diasporës. Ndoshta do kemi mundësi rastin të flasim me të ftuar pikërisht për këtë temë, sepse është një dhimbje në vetë dhe është një temë në vetë, pse diaspora po diskriminohet dhe pse në vend se të lehtësohen punët, po vështirësohen dhe vazhdojnë të vështirësohen, jo vetëm për zgjedhjet, po në çdo fushë dhe dikaster. Mikja ime Fatmire Berisha, poetja e dashtën, thot me bo një parti ti Moris Mik i dashtën, do me thënë udhëheqës i parti sigurt që vendin unë do të shoh dritën, sepse Kosovës i duen persona si ty respekt. Falemderit shumë. Mike e dashur, unë thash, unë dhe politika nuk i kemi hiq punë të mirë, por që një ditë nëse do merje këtë rrugtim, atër do ishte partia e pensionistave. Përshëndetje për ju miku me Zahir dhe mbar shikuesit, unë nuk jam njeri partijak, por mendoj se populli ynë i mrekullueshëm meriton një udhëheqje me njerëz të ndërgjegjësuar. A i kemi ata njerëz? Që kemi nevojë për njerëz të ndërgjegjësuar, kjo është thënë, është stërthën o gjaf o mik i shtrejt, por a i kemi ata njerëz? Si mund flasim për njerëz të ndërgjegjësuar, kur një njeri në pozitë, pak minuta para programit nuk të vjen në studio. Okej, mirë, vazhdojmë. Thot, unë nuk, rruga e njerëzimit ka 3 hapë të rëndësishëm, Saharën, gjunglën, urbanin. Fatkeqësisht, ne jemi ende në një gjungëll, edhe pse mbi 50% e popullit jetojnë në urbanin perëndimor. Këtë gjungëll e kanë krijuar rrymat politiko-fetare dhe tërbimi i tyre për gara në pasurim me çdo kusht. Politika ka goditur me korrupsion, nepotizëm dhe vrasje të moralit qytetar, ndërsa rrymat e radikalizmit fetar kanë goditur identitetin ton kombëtar me metoda të ndyra dhe të rrezikshme. Kemi njerëz të mrekullueshëm që janë jashtë këtyre lojrave të shëmtuara që kanë goditur identitetin ton kombëtar. Shpresoj që të kemi një rilindje shqiptare. Shpresoj që ata që nuk kanë votuar kur, le të zgjohen nga gjumi. Votoni, votoni, votoni. Me respekt, Gjafer Ahmeta i Norvegji, falemderit shumë Gjafer, përshëndes përzemërsisht shumë. Thotë kështu, përshëndetje për zemërt me Zahir i dashur. Unë po të arnisi një skeç, një frazë, apo një barcolet dhe më pas ti ndaje me miqtë e Alpses. Përndryshe jeni televizioni mrekullueshëm. Nan, a kemi me u shëndru edhe ne në njerëz, flet një majmun. Ndërkohë që kam telefonatën
Pra, një majmun flet me nanën e tij. Nan, a kemi me u shëndru edhe ne në njerëz? E merr përgjigjen, jo, mos u frikso, nuk do të shëndrohemi. Faleminderit shumë për këtë mesazh, Barcolet apo çfarë ishte. Përshëndetje, mirëmbrëma. Përshëndetje, mirëmbrëma mëzë. Këtë zë, unë jo vetëm se e njoh shumë mirë, po është edhe një zë shumë i dashur, është një mik i imi, i cili është aktiv edhe në politik, nuk e di sot nëse është, por që ka qenë aktiv dhe ka qenë në radhët e AK-s dhe ndoshta nga ai jo vetëm do marrim përgjigjet adekuate, po edhe përgjigjet të themi interesante. Njazi, mirë se erdhe, mirëmbrëma. Mirë se të gjeta me zë, përshëndetje nga Lipjani. Nga Lipjani? Po, pushime ende jena. A jeni ende në pushime? E po mirë, besoj që këtu nga Lipjani më afër ke mundësi edhe të analizosh se çfarë po ndodh ose çfarë do të ndodh në zgjedhjet e 14 shkurtit. Më zërë, unë e din se gjithmonë kam qef me ndihmu vendet. Mu nuk më interesojnë fort partit se e dysh, unë kam dëshirë me fituar maj mire. Arsyeja për më të mirit dihet si president kush është i duhur më qenë, pas Ramushit nuk e besoj askush që mundet me udhëheq vendin. Pra ndalojmë pak këtu. Ti mendon që përveç Ramushit asnjë tjetër nuk është jo vetëm i mirë, po që meriton të themi postin e presidentit, apo jo? I thënë me ai person që mundet më udhëheq si president, ndërsa ta them drejtën si ministër, është Albin Kurti. Agim kushi? Albin Kurti. Albin Kurti si kryeministër. Këta dy përshtatën shumë mirë, shkojnë shumë mirë. Pra, nga kjo, më fal, lutem vlla. Pra, ti mendon që në këto zgjedhje VV-ja dhe AK-ja do lidhin martesë bashk? Jo martesë, po mundet me bëni kunorizim. Po kunorizim, tani, unë në gjam, biletim një shumë mirë që unë flas me gjuhën e popullit dhe unë këto frazat, do më thënë letrare, nuk e di, kurorzime, nuk i përdori, po do më thënë do bashkjetojnë bashkë për 4 vitet e radhës AK. Mendon që ka shansa kjo të ndodhë? E so që më ndodhë, nuk kam kushfarë informacione në gjatë kësaj, po mendimi jam i lirë është, pa tjetër. Mund me bashkëpunu, shumë mirë. Është interesant se të Ramushi ku e gjënë guximin e më thonë për president. Jetë së dikur i vinë ushtrijës, me forcu ushtrijën, të gjithë shtetë e rajonit për matosën. Tani për hir të vërtetës, kur jemi tek zoti Haradinaj, unë kam simpatit jashtëzakonshme për të, sepse është i vetmi, në mos i pari njeri, po i vetmi që ka pas forcë edhe botën ta kundërshtoj, po edhe Serbis me 100% që gjithë e dim se çfarë ka ndodhur, i cili ka mbrojt pragun, apo jo, dhe ka mbrojt shtetit, interesat e shtetit, por që, hajde për ta bëj edhe një pyetje tjetër, kur jemi tek këto lloj marrëveshje, do me thënë që ka diçka konkrete, po flitet diçka në lidhje me këtë çështje që, do me thënë të bëjnë një lloj pakti para zgjedhor, sepse nuk jam në rrjedha, prandaj sonte dua të kuptoj pak nga ju. Dëgjoj, unë nuk kam kushfar e rrjedha, për vetëm ta përfundoj, çfarë arsye Ramushën e dëm si president. Se me kushtetut, në çdo president e ka kodin e vetë që mundet me shfrytzuar për ushtrin në çdo moment. Ndërsa prej limites, atë një president ka shfrytzuar atë kod, atë budget që është ekstra për ushtrin. A fjala për
me amaturës ushtrije. Nuk ka morë guxim asnjë president dhe me bë këto. E Ramushi e ka guximin, e ka mbrojt vendin si të vet, edhe përsëri e mbron edhe. Për këtë mendim jemi thjesht të gjithë dakord për më shku për president që i vyn vendit ushtrisë. Se një vend pa ushtri nuk ka. Mirë po. Sa i përket për informacionit, jo, nuk kam po aleanca, sa e dyone, nuk ka ardhjet kuqe me asnjë parti tjetër. Këta puna është kombet e shtetit, aleanca është gjithmonë e gatshme me dalë zëtat dhe jot. Bashkë me secilën parti. Po, mirë, nga që ti je aktiv dhe ti je pjesë e aleancës, ju në zgjedhjet e 14 qershorit do dilni vet apo do dilni në bashkëpunim apo si bëhet kësaj pune me ndonjë parti do i bashkoni forcat? Sa e di, jone me 14 shkurt të dolëm vetë si parti. Vetë si parti. Masi të kryen zgjedhjet, do të qofëm cili janë i miri, cili mundet më na përshtat. Po në çdo moment jemi ndihmu vendit tonë, punojmë për vendit tonë, nuk punojmë për korrika. Edhe një pyetje Niazi, ti e di që unë jam edhe provokator, kështu që po ta bëj edhe një pyetje pak me cekletav, me të bo mu djersit. A keni vijet e kuqe me naj parti? Për post listës sërbe, po. Dhe me thënë, lista sërbe? Me ta nuk besoj që nuk bën Ramushi koalicion me ta. Po, diçka konkrete, dhe me thënë... Për parti shqiptare me asnjë. Me asnjë, dhe me thënë të gjitha vijet janë portokallta dhe të gjelbërta. Të gjitha, asnjë për shqiptarët nuk mund me bo vijat kuqe. Të dashur shqiptar, ky djalë që sa po foli, Niazi Beqiri nga Vjena, është një atletar, është një njeri mrekullueshëm dhe është një mik fantastik, jam shumë e faqe një njerëz të këtij kalibri dhe është i flakt pas aleancës. Niazi, faleminderit shumë, u gëzova shumë që biseduam bashkë. Faleminderit edhe nga ju dhe në parë, mos u lodhni, mos e harroni aleancën. Natën e mirë. Natën e mirë. Faleminderit shumë. Mirë, e përshëndes përzemërsisht. Ju kërkoj ndjes që her pas here e kam kokën ulur, po nga që unë jam më në fund drejtori im i dashur më bëni bos mu dhe ma dha këtë luksin telefonata ti keme i pranu. Jo me prit prej Bajrami, gjithmonë Bajrami lësho mikrofon, Bajrami lësho telefonat, kështu që zonte unë pranoj dhe unë. Okej. Zoti Naser Xhani thot përshëndetje për ju me Zahir, një temë e qelluar, mendoj se populli i kësaj radhe do të fitojë. Një përshëndetje të veçantë mërgjimtarët. Faleminderit Naser, faleminderit shumë. Zoti Shefqet Sigi Bale, jam idiot me paratë e mia deri tash i kam plotësuar të gjitha konditat. Për shembull, peshoj shumë kilogram dhe tani kisha menduar vetëm për popullin. Domethënë, nuk jam i untuar. Shefqet i dashur, respekt, tani kjo është ndoshta edhe shumë e rëndësishme kur e përcaktojmë vetën nëse jemi të djathtë, të majtë, nëse jemi qendra e të tillë gjëra. Dy ditë në kaosin politik kosovar, zoti Mehmet Manovi, përshëndetje për zemër shumë i nderuar, thotë kështu: Viti 2020 mbahet mend me krizën globale rreth pandemisë COVID-19, rënje e matjes ekonomike në përmasa të mëdha, në hapësirën gjeografike botërore, në lëkundjet e kompasit gjeopolitik, pozicionim i kombeve të vogla rreth rreshtimit në interesa pas epidemike. Kosova dhe UN përjeton politizim të skajshëm deri në militantizëm. Kjo filozofi që duket sot ishte e tillë edhe dje.
E kujtojmë kohën, kur disa subjekte politike e përcaktonin në shifra bindë se fitoren e vetë dhe vërtet ashtu ndodhte. Kjo dëshmon se subjektet politike e din saktësisht rezultatin e tyre, sepse jetësohet grumbulimi industrial i votës. Në vitet 30 të shekullit 20 në Gjermani, politikanët e kohës e dinin sakt sa do të fitojnë në zgjedhje. Vërtet fitonin, sepse populizmi dhe hipnotizimi vërshonte kombin në Gjermani. Dashtë Zoti, të mos i ndodh ky hipnotizim atë dheu ton. Vetëm analfabetët politik e thon haptës para qytetarëve se do të fitojmë në këto shifra. Kjo është lëndimi votës së sovranit, diçka tjetër është kur thuhet do të dëshironim të arrinim në këto shifra. Gjatë këtyre 2 ditëve të qëndrimit tim në Kosovë, vërrehet një mobilizim i të hipnotizuarve drejt presionit në masë tek qytetarët. Gjatë këtyre 2 ditëve, askush nuk përmend program, koncept, vizion. Duket se edhe subjektet tjera mbesin të hipnotizuara nga baballarët e hipnozës. Shpresojmë se qytetarët e Kosovës të mos rreshtohen edhe një herë pas sekteve. Faleminderit shumë Zoti Mehmet Manovi për këtë supershkrim i cili brenda vetës ka shumë peshë, shumë dhef, shumë të vërteta. Përshëndetje nderuar me Zair, një përshëndetje edhe për stafin e RTV Alp SE, faleminderit shumë, shefqet i dashtun, një natë mirë. Endri Nazarko thot e them këtë sepse nëse nuk respektohen emigrantët është gabimi më i madh që mund të bëjë qeverisja e një shteti. Të ardhurat dhe mësimet gjithnjë shteteve u kanë ardhur nga banorët e tij jashtë vendit të vet. Faleminderit shumë. Blerim Osmani qesh, kur mos pushofsh duke qeshur mik i dashtur. Zoticen Kabashi thot përshëndetje, ndëgjues të nderuar, populli ynë ka pak shpresë që edhe këtë vit 2021 do të vazhdojnë si 20 vite që kaluan, të pasurit u pasunuan, të varfurit u varfënuan, ndërsa shtresa e mesme e paguajnë fakturën. Zotin na bekoft o shqiptar. Zoticen Kabashi, faleminderit shumë. Një përshëndetje të përzemërt për zotin Avni Dervishi, mikun ton, thot stabilitet do me thënë qeverisje stabile. 2 herë ka qenë kryeministër dhe 2 herë ka jap dorëheqje dhe Republika e Kosovës është destabilizuar politikisht edhe ekonomikisht. Plus, 10 milion euro minimum kushtoj një palë zgjedhje, e si vjetë Kosova do t'i ketë 2 palë zgjedhje. A mendon kush se një pension invalidor në Kosovë është 75 euro? Apo shtresat e varfëra duhet të varfërohen edhe më shumë. Ajo që ja don të mirën e stabilitetin Kosovës, u ajep mundësin ekspertëve nga diaspora të angazhohen direkt në udhëheqjen e vendit. E nëse Kosova e edhe votuesit nga diaspora me shtetësi të Kosovës dëshirojnë të vazhdohet me ikjen e rinis, ikjen e infermierëve e doktorëve nga Kosova, atëherë le të votohet për ata që deri sot kanë pasur mundësi ta tregojnë vehtën e kanë dështuar. Faleminderit shumë Avni i dashtur. Zoti Shefqet Hoti thot sa ajo përket zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 14 shkurtit, mendoj që të rinjtë e Kosovës kësiheri po mendojnë me ba ndryshime dhe mendoj si pas sondazheve do të fitoj Albini, do me thënë VV-ja. Por, po frigoj se ky ndryshim do të zhgënjej shtetin e Kosovës. Faleminderit shumë. Zoti Dibran Tahiri thot përshëndetje i nderuar me Zair, respekt për ju, një herët përshëndes shikuesit dhe dëgjuesit. Faleminderit shumë, përshëndetjet për zemërta edhe juve dhe ju falenderojmë për kontributin tuaj. Do të vazhdojmë tutje, nuk e di po e shikoj orën 23:17 minuta, ndërkohë që fiks në këtë moment para një ore, apo jo, kemi startuar programin, ndërkohë që i ftuari im sonte është dashur të ishte apo të jetë doktor neurokirurg Haxhi Avdyli, deputet i Kuvendit Kosovës nga radhët e LDK-s, por që pak minuta para se të nis programin ne, do me thënë, morëm një mesazh, të cilin mesazh
edhe e kemi nda me ju bashkë të dashur miq. Faleminderit Bajram. Po, pikërisht kjo është përgjigje që e kemi marrë nga doktori. Unë, do më thënë, pak minuta para programit i kam dërguar një mesazh në rast se është afër që t'ja lexoj ardhjen këtu në studio, po që ai me një të themi me një Okej, mirë, do të shkoj me blokun publicitar të dashur miq, do t'jemi ende këtu. Mirëpresim inkuadrime telefonatët e juaja 0046 700 26268. Ky është numri i Viberit ku ju mund të dërgoni telefonatën tuaj, ndërkohë që e keni edhe temën, ekipa e gjurmët, po aha. Po, e kam edhe një mesazh, thot, po më vjen keq që doktori s'pas ka mujt me ardh, po më duket pas ka dezertu, sikur që ka dezertu nga LDK-ja. Ishte ky mesazh nga miku im, një njeri shumë i dashur jemi, zoti Qefqet Hoti, të cilin familjarisht e përshëndes dhe e falenderoj për kontributin, ndërkohë thot kështu, politikani që nuk të është përgjigjur në thirrjet tua sa ishte në pushtet, e ke shansën që t'ja jep dënimin e merituar me 14 shkurt. Mos u shit, voto me bindje për euro. Voto me bindje jo për euro. Një super mesazh nga krahu imediat Bajrami, edhe ju në zgjedhjet e 14 shkurtit veproni kështu. Mos u shitni për eurot, sepse ato hargjohen. Ato hargjohen, po vota asnjëherë nuk hargjohet. Është ajo e cila do t'ju bëj në një farë forme që të paktën gjumin ta bëni rahat. Dhe ku ka gjëja më me vlerë se sa të përqafosh atë jastëkun me ndërgjegjen e pastërt, me atë pretekstin që për nuk e di, për të mirat materiale, ose për euro, ose për franga apo dollar, nuk e ke shitur një gjë e cila gjë nesër pas nesër mund të jetë sebeb në marrje qafë të një komuniteti mahall dhe komune edhe i gjithë shteti. Zoti Qamil Bytyqi, përshëndetje për zemërt atje në Turqi, thot përshëndetje nga Stambolli dhe përshëndes gjithë diasporën shqiptare. Faleminderit shumë Qamil i dashtun. Përshëndes shumë, shkoj me blokun publicitar, i kthehem në studio, mos u largoni, do t'jemi deri në 12 fiks.
Miqtë të dashur shqiptar të nderuar kudo dhe ngado që jeni, jemi drejt për drejt live këtu në Alp.se, televizioni i parë dhe i vetëm shqiptar në Skandinavi, studio në Kosovë Gjurmët. Ndërkohë që sonte po flasim me popullin dhe kemi zgjedhur pikërisht temën ndoshta më aktuale, zgjedhjet e 14 shkurtit. Çfarë prisni nga ato? Sa realisht mendoni që këto zgjedhje do na sjellin atë dëshirën e kahmotshme që e kemi ne për një Kosovë më të mirë dhe për zgjedhjet, të themi, më të sinqerta apo më të drejta, kushtimisht thënë. Thot përshëndetje Moris, po me euro e kanë ditë kanë me votu, po pa euro kanë me votu kujt me adhën votën, e kanë hup besimin tek partit, tek cila parti është vota e pagabuar. Muadini dashtun, prandaj edhe jemi sonte, për të marrë verdiktin e popullit, për të marrë mendimin e popullit, sepse populli fundja është gjyqtari më i mirë. Ne kemi një telefonat, përshëndetje, mirëmbrëma. Ibran Tahiri nga Antësodi, Suedi. Zoti Ibran, faleminderit shumë që jeni bashkë me ne, mirë se keni ardhur, mirëmbrëma. Faleminderit, mirëmbrëma. Faleminderit edhe për shkrime fantastike që po e begatojnë gjurmët. Faleminderit, s'ka përsa. Atëherë, jemi tek zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë, çfarë prisni nga këto zgjedhje? Pyetja e parë. Po veç ma keq mirë, jo, Ma keq. po edhe ma keq ko më bu. Mos na trano mor burr. Po eleksione s'po mujnë me bu. Janë të shkatru Kosovën për çdo ditë. Koalicione s'kanë me mujt me bu me asnjë parti. Qashtu në Kosovë mos me bo koalicione s'mujnë me formu qeveri. Kur po flasim, më fal zoti Ibran, kur po flasim për koalicionet, kush me kush mendon që kanë me i bashku forcat? Po sa po shihet fiton Albini, po veç me vjosa s'mund se besoj si mujnë me mrija thonë. Në fakt nga analistët e presidentin me votu, do më thonë atë do të me hi edhe këja, nëse Sinaja, votë kezë. Këtë dhe kënë se morën. Mirë, tani zoti Ibran po ta bëj këtë pyetje. A mendon që për Kosovën pikërisht emrat që ti përmende, Albin Kurti, Vjosa Osmani dhe Ramush Haradinaj janë zgjedhja më e mirë? Jo. Nëse hen Ramushi, po. Nëse hin Ramushi, po. Po. Veç ata dy, jo. Vetëm ata dy, jo. Jo. Do të me konë një i krajt luftës për me stopu ata se nuk besoj si punojnë ata bashkë mirë për Kosovë. Mirë po, kur po flasim për krahun e luftës, pikërisht lëvizjeve të vendosje, do më thënë përfaqësuesit e saj me anë të deklaratave të tyre janë bukur optimist që ata do të mund të arrijnë kuotën e 60 atyre votave apo si shkon për krijimin e parlamentit. Jo, asnjë parti. Me vota të Rusisë në ata mujnë, po me hajnije me po. Jo kështu jo, mbi 30 s'mujnë me mri asnjë parti. Mbi 30 asnjë parti? Jo. Jo, s'mujnë. Nëse vjota votat që shi ka morë në LDK, Kazamir janë i morë në Albinit, apo thonë. Ashtë mujnë me formu qeverin, po presidentin s'mujnë me zgjedhë. Presidentin nuk munden me zgjedhë. Ndërkohë që po ta bëj edhe këtë pyetje, në rast se, gjithmonë,
Albin Kurti, Vjosa Osmani dhe Ramush Haradinaj bashkojnë forcat. Ti vetëm e ke ndarë mendjen, do më thënë, zoti Ramush Haradinaj duhet jetë presidenti i Kosovës, po kryeministri dhe krye parlamentari kush duhet jetë nga këta dy? Nëse e në Ramushi do të më konë president, Albini do më thonë kryeministër edhe Vjosa Osmani krye parlamentarë. Krye parlamentare Vjosa Osmani. Po. Okej, bukur. Mirë, qasje e mirë nga këndështrimi juaj, unë t'jam mirënjohës, falemderoj shumë për telefonatën, të uroj natë të mirë, javë të mbarë, shëndet. Përshëndes bashkim Hotin, babajnë e ti, Shërqetin. Shumë falemderit. Që punojnë atën albëse, janë të mirakulloshëm gjë. Faleminderit shumë. Edhe ju e gjithashtu. Shumë falemderit. Të uroj një natë të mirë. Për shumë, po shkojnë me mija të Dugazin që bojnë për qamja. E këtë emision shumë i mirë. Pe vëllëzni sinqerisht. Nuk qëni me bo për qamja s'kushme. As njëherë. Jeni shumë njëri i respektueshëm. Faleminderit. E që ditë fakti që njerës bëngojnë ku ma keqë. Ku bojnë për qamje, ku punojnë për shkatrimin e Kosovës, sonë jam i dënon politikisht, kum vuj shumë për kum në e dëvësë dhe me atë me shonë shak të ngushtë e kum post. Se dhe me ke kum post, bashkimi e dënë. Janë të punu kënë e Kosovës shumë kezë. Dibrani dashtun, po t'i marrë edhe 2 sekonda kohë, edhe ashtu telefonatat i kemi falës, kur e përmende këtë, do më thënë, fakt i dënuar politikisht, Alp SE është pikrisht një dhurat për gjitha ata të cilve u është bërë një padrejtësi. Dhe jo rastësisht është edhe gjurmët ky program, i cili program është absolutisht apolitik, ne nuk punojmë për lajka, ne nuk punojmë për qenë shërptor të ndonjë subjekti politik. Ne jemi shërptor i mërgatës, do me thënë ne mbrojmë interesat e mërgatës, mbrojmë interesat e popullit Kosovës. Po, më falë, edhe një sekundë. Po. Këtë zëja kishë vendosë nëse këta në mërgatën, nëse nuk lajmërojnë telefon, mos me pas drejt me votu. Këtë zëja kishë vendosë. Nuk e di o lajmi vërtet, po që është mërën. Po e di si thonë, aty ku ka tym ka edhe flak. Do më thonë që neve s'pona dhonë drejt as me votu. Unë jem shku një në Suedi e kom votu në Kosovë. Tash nuk mu i mas me votu, do më thonë, neve s'pona pyt kush. Ata letë bojnë që dojnë, zi që shmë thonë. Se dhe pona shkujnë kërno që zi që shmë thonë, pona në shmojnë, që rinia me mira në Gjermani në shku djemë 3. Rinia me qujtë rinin tonë, se çdo kush ka familjar atje. Shumë e vërtet. Me qujtë gërnoqa rinin o shumë tërba, po ka edhe për se në përcën s'ka gole edhe me qujtë gërnoqa. Po ju kanë bashkan gjitë këzë shumë ati mendimin. Mirë, unë një gjë publikisht të premtoj që do hulumtoj pikrisht për këtë lajmë dhe do bëjmë përpjekje për të kontaktuar përfaqësuesit. Mos me pas drejt as me votu. Përfaqësuesit. Do të mundohemi për të kontaktuar. Kështë ashtë e kanë zvoglun numrin çdo herë me votu, vend si me pas drejt me votu në ambasadë me që. Këta s'fele jojnë, do më thonë veç kur po kanë nevoj për tolla, për lek, së ndryshë na si janë të mirë për ta.
Po, është një realitet shumë i dhimbshëm realisht. Shumë e lehtë, Po, është shumë i dhimbshëm ky realitet, por që siç thash do bëjmë përpjekje për të kontaktuar zyrtarët dhe për të sjell ndonjë lajm apo kronik apo nuk e di prononcim në lidhje me vërtetësinë e kësaj. Unë ty të uroj shëndet, falenderoj shumë për telefonatën. Natën e mirë. Shëndet e të mirë. Faleminderit zotërit Idran Tahiri, kënaqësi që e dëgjuam edhe siç thash edhe pak që mos jem i përsëritshëm dhe i tepërt. Alpsej, televizioni i parë dhe i vetëm shqiptar në Skandinavi, është një dhuratë pikërisht për shqiptarët si një medium absolutisht apartiak, si një medium i pamvarur, i cili me anë të programacionit mbron interesat e shqiptarëve pa marrë parasysh ku ata shqiptar jetojnë. Ndërkohë, edhe njerë për t'ju rikujtuar 0046 700 262 megjithse e keni numrin edhe në ekran, por që ma merr mendja që nuk është e tepërt kur e përsëris edhe unë për t'ju lehtësuar, sepse ndoshta shumica nga ju jeni duke na ndjekur nëpërmjet telefonave dhe për mos të harruar, për të përshëndetur gjithë ata që na përcjelljin nëpërmjet ekraneve televizive nëpërmjet platformës IPTV, gjithashtu edhe këtu në Telkos në Kosovë. Jemi në 120, kanalin 120, të gjithë ata që janë me këtë kompani. Okej. Miku im Avni Dervishi thot përshëndetje Alpse si politolog, mundem ndoshta të inkuadrohem pasi kam përvojë edhe mirë. Tani do bëjmë përpjekje ne të lidhemi me Avniun, sepse Avniu jo vetëm si politolog, po edhe si njeri, edhe si analist i zgjedhjeve, sepse ai ka qenë të themi organizator dhe një nga më të meritumi në parlamentin suedez më herët, kuptohet që një parti ka gëzuar majat atje në parlamentin e Suedis. Përshëndetje, mirëmbrëma. Përshëndetje, mirëmbrëma, faleminderit që më inkuadrohet në emision. Faleminderit ju që ekzistoni dhe faleminderit që je sonte me mu dhe me ne bashk. Është privilegj për mua, faleminderit shumë. Avni çushje me shëndet e para. Mirë, angazhime, pandemia po na bllokon, disa antar familjes e kanë pas Covidin, disa vjen ka kalu, disa kanë akoma, por Zgjedhje 2021, sa je entuziast? Në fakt, mund të përgjigjem si shqiptar, që kam shtetësinë edhe të Kosovës dhe të Suedisë, mund të përgjigjem si politikolog, që jam më realist, them se ajo pjesa e më fal të lutem. Si politolog do shkojmë pak më vonë, po thjesht si njeri, si shqiptar, si evlad i nanës Kosovë. Në fakt unë kam edhe nofën në Kosovë, edhe gjysmën e familjes, më shumë se gjysmën e familjes, kështu që kuptohet zemra flen edhe atje dhe shpirti. Do kisha pasur dëshirë të them që me entuziazëm i pres këtu zgjedhje, po është po pandemie, kur po vdesin njerëz që kanë familje, kanë parafit çdo ditë nga Covidi, po smuren edhe shumë tjerë, kështu që në fakt mbajtja zgjedhjeve në kohë krize nuk është diçka e mirë për një shtet apo për një vend që po mundohet ta forcoj shtetësinë, sigurisht që është Kosova. Fatkeqësisht, partitë shqiptare në Kosovë, opozit njësoj, pa dallim, kanë treguar jo maturi, jo pjekuri demokratike dhe nuk kanë gjetur kompromise të ndryshme. Parasysh është dashur të ikë zgjedhjeve, plus do të bëhen 2 palë zgjedhje në vitin 2020, dhe ato kushtojnë minimumi 10 milionë euro, kushtot një palë zgjedhje. Po pastaj do vinë zgjedhjet lokale, edhe ato në këtë vit. Popullsia e Kosovës nuk është
në atë nivel që ka mundësi të mbajnë kaq shpesh zgjedhje, nuk është Itali, Kosova, se Itali mban zgjedhje shpesh, nuk është as Izrael, edhe atje po mban shpesh zgjedhje shpesh. Po është një vend që ka nevojë varet nga mërgata, gjithë e dinë se mbi 1 miliard euro për shembull mërgata diaspora i dërgojnë vendlinjës edhe më shumë sigurisht. Kështu që është dashur të tregojnë pak më shumë përgjegjësi kundrejt popullit, politikajt e Kosovës, po paharojnë shpesh që pozitat punën që e kanë, në fakt votat e popullit i kanë dhënë, ata janë shërtorë të popullit. Nuk janë shefat popullit. Populli është shef ndërsa ata janë punëtorë të popullit. Po paharojnë shumë këtë fakt që nuk bën të lëvizet hiç. A jam entuziast? Të kisha pas të rëshit të thënë po, por nuk jam. Për arsye se pi mungon dëshira e kompromiseve politikajve shqiptarë, si pozitës, si opozitës. Deri sot e kanë dëshmu gjithmonë se koalicionet nuk qëndrojnë. Ma herët njëri për ndëgjuzve që sa se koalicionet, sigurisht cilat partitë do të bëjnë koalicion apo lëvizje çka do të qoftë. Për mua në fakt nuk është rëndësi ndoshta cilat në atë aspekt, po a respektohet se gjithë e dim, sikur se ekipet futbollistike kur e kanë sezonën e kalimit lojtarëve shitën blej në për ekipe ndryshme, politikajt e Kosovës në fakt deri sot e kanë dëshmu që ato periudhat kalimtare i kanë gjithë kohës. Kuptohet menjëherë pas zgjedhjeve, nëse bëhet statistik sa persona që janë nga 120 sot deputet kuvendit në Kosovës i kanë ndruar partitë, sigurisht që është numër rekord. Mirë, ju si eksperti i politikës dhe si të themi një menaxher i devotshëm, nuk di në këto qaste një emër adekuat për organizator, më mirë kur janë zgjedhjet në pyetje. Çfarë mendon ti që në zgjedhjet e 14 të shkurtit, mendon që subjektet politike në Kosovë do të garojnë 1-1 apo do të ketë edhe këto koalicione parazgjedhore? I bindur jam se partitë më të vogla do të kenë koalicion, për arsye se rrezikojnë të mos futen në kuvendin e Kosovës. Gjithë e dim se zgjedhjet e kaluara si bën, u ankuan, më pastaj u ankuan për së për treti, derisa unë bëshua vendime, unë rinumruan votat, edhe ju gjithë e dini se në Kosovë kur mbahen zgjedhjet dhe numërohen votat ndalët dhe rryma. Rryma më thoj, sa po them, e ka dëshmuar një prej ambasadorëve amerikan, unë kam qenë Kosovë vet, i kam monitoruar zgjedhjet, plus kam marrë vetë zgjedhje pjesë, kështu që i kam kuptuar se fatkeqësisht bëhen shumë thjesht troç shqip kosovar që dallavere Kosovë. Gjatë zgjedhjeve kjo nuk është çfarë sekreti, po them drejtën, më së pari nuk besoj që numri i votuesve do të jetë aq i madh, do të jetë më i ulët, se fundi njeriu ka një jetë, nuk i kemi dy. Sigurisht që ka frikë edhe nga Covidi, por edhe diaspora nuk do të ketë mundësi të ustoj si gjithmonë, edhe pse ne gjithmonë e kemi marrë rrezikun, po diaspora, sikur se tha njëri prej bashkëkombësve të mi më herët, po shfrytëzohet xhepi i diasporës tërkohën, gjatë 3 muajve verë, po shfrytëzohet kështu puna e vota, po trurisht po shfrytëzohet. Prandaj pa dallim cili koalicion fitoi, se kuptohet që do bëjnë koalicion, nëse kanë tru, më falë që them kështu, pa ashtu është e vërtet, nëse kanë me të vërtet tru politikajt e Kosovës, kësa here bëjnë pak ndryshime, se po ikin rini, në 12 vite kanë ikur 220.000 shqiptarë nga Kosova, dhe kanë ikur jashtë. Do të ministrinë e punëve të jashtme, edhe rikrijohet Ministria e Diasporës, dhe ajo Integrim Evropiane i takon faktikisht profesionistët nga diaspora, se ne nuk jemi partijash, edhe nuk punojmë për pushtet, po punojmë për shtet. E nuk shkojnë pasorohemi, bëmi milioner në kurrizin e njerëzve të varfër të Kosovës, po shkojmë të ndihmojmë të afrohet pak a shumë familjeve të moderuara demokratike evropiane, që është synim i shteteve me shumicë shqiptare, si Kosovës si Shqipërisë njësoj. Ndërkohë që kur jemi te kjo pjesë në fakt po flitet për koalicione, për bashkime forcash, Albini me Vjosën, edhe parti tjera në anën tjetër, LDK, AK, PDK. Kë me kë e shef ti? Kush të duket më, të themi, më afër qëllimit të arritjes së një marrëveshje?
Në fakt, sot për sot dihet që shumë parti në Kosovë cilat e kanë dëshmuar veten se a i mbajnë koalicionet, a i mbajnë fjalët e veta që merren vesh para zgjedhjeve, shumë nga ta janë larguar më pastaj, kanë krijuar grupe në vete gjithë ditë. Puna është që në Kosovë partitë politike pa dallim të cilat nuk po i respektojnë marrëveshjet që po i bojnë ndonjë veti, nuk po i respektojnë marrëveshjet që kanë nënshkruar. Kështu që cila do të bën koalicion nuk e di. Sipas shumicës sondazhe po dihet se partia opozitare tashmja do të ketë më shumë të vota, për shembull do të vendosë apo flitet për ta. Po nëse them trosh nga aspekti ndërkombëtar, përpara kanë dëshmuar vetën një dhe mirë. Ashtu ka aspekti kombëtar, po për ndërkombëtar jo. Kosova nuk është ishull që gjithçka çka prodhon edhe konsumon vet. Do thotë është e varur nga shitja dhe blerja e mallrave, produkte, shërbime të ndryshme dhe nga vende tjera. Plus është një vend që nuk njihet si shtet i pavarur. Shumë vende nuk njihet si shtet i pavarur në organizata, nuk jemi në Kombet Bashkuara e shumë tjera, jemi faktikisht ndikojmë negativisht nga shteti armik i Serbisë. Kështu që çfarë duhet të them është që pa dallim cilat bëhet, shpresoj që mendojnë pak më gjatë se sa karrika atyre politike, mendojnë për të mirën e popullit vet. Edhe ju gazetarët shpresoj se injizoni mirë gjitha premtimet që japin tash partitë e njëjta të cilat kanë bërë premtime për 20 vite, sa i kanë bajtur. Është mirë të bëhen sekuenca të injizimit çka kanë thënë herë e kaluar, para asaj tjetrës, njëjtat partitë, njëjtët personë, njëjtët premtime dhe sa i kanë bajtur ato premtime. Kjo është më rëndësi që dihet. Edhe tha më herët dikush propozoi emra për shembull për president Kosovës. Nëse është diçka që i duhet një vendi, sikurse Republika e Kosovës, është stabilitet. Stabilitet në qeverisje. Stabilitet në qeverisje nuk sjell dikush që rrezikon sot nesër të jap dorëheqje për arsye se ton haga apo e fton apo i del ku e diun e krime ndryshme që janë bërë përpara apo dyshojnë, nuk po them që janë bërë krime, po dyshojnë. Ai që do të mirë vendet vet, Kosovës, këtë aspekt, unë besoj e shpresoj që janë ata njerëz që mendojnë që veprimet e mia pa dallim cilat janë nuk krijojnë diçka që mund të ngritet pa didikun kundër meje si politikan. Për arsye se nëse nuk mendoj për popullin tim, unë jam egoist. Prandaj shpresoj që politikanët e Kosovë janë pak më pak egoist, pak mendimllëz. Unë i kam takuar dhe i njoh nga gjitha partitë e Kosovës, po flash trosh, nuk dua të përmend emra, se e din ata vet, po janë shumë mendimllëj. Më vjen keq në Bullgari kanë pasur në Mani politikanë mendimllëj edhe në Kosovë. Kanë pasur në Shqipëri, jo pak, por më shumë ti kanë pasur në Mani dhe në Kosovë, edhe pse kanë qenë 88 vende. Dhe ju kam ndihmuar 24 vende në fushata. Ju kam ndihmuar me strategji për zgjedhje, por në një farë mënyre politikanë në Kosovë mendojnë se nuk kanë ardhur në pushtet nga vota e popullit. Mendojnë që kanë shikuar drejtën çdo është gabim. Se politikanët janë njerëz si unë se ti. Nuk janë më shumë apo më pak se ne. Po, mirë po, kam edhe një pyetje si ekspert i kësaj fushë. Të paktën unë nga ana ime si gazetar që kam arrit të bëj është që elektorati pikërisht për ata që më shumë i ka kritikuar, të themi, punën e tyre, po të njëjtëve u ka dhënë besimin me anë të votës. Mendon që kjo është bërë në mënyrë, të themi, shkurt shqip të blerë, do me thënë në kompenzim të vlerës monetare, apo edhe të mira materiale, apo? Përgjigja më mirë në atë pyetjen tënde që e bëre, për mua të kishte qenë pse votoj unë si votues. Pse votoj? A votoj për arsye se nuk kam këtë tjetër të votoj, është vetëm një alternativë, se gjithë tjerët e kanë provuar vetën, edhe kanë dështuar, kanë gënjur, nuk i kanë bërë premtimet, apo votoj për ndryshimin e jetës time, që unë sikur se tha më herët një nga shqiptarët të ju, që tha po na quajnë gërnaça, apo unë që të mos quhem gërnaç, për shembull, apo unë që të mos shfrytëzohet vetëm xhepi, por të mos shfrytëzohet edhe truri, apo të shoh diskriminimet që po i bën për shembull njerëz me aftësi kulturore apo grave shqiptare që dihet që i bën. Nëse unë jam votues, unë duhet mendoj pse po votoj. Nëse votoj për ndryshime pozitive, atëherë duhet mendohem për çdo herë kujt pja dhe votën. Por nëse jam për shembull
banor i Kosovës, edhe ma ka dhënë punën një lloj partie X apo partia Y, ku diun, kuptohet se ata persona drejtohen nga ajo që ja jap kafshak në gojës. Edhe gjithë e dim se Kosova, nëse do të bëhesh një gara për punësime, për shembull, edhe në diplomaci, po punësime në shtet, institucione shtetore ku duhet jenë ekspert, Kosova kishte fituar sigurisht rekorde botërore sa i përket punësime familjare, nepotizëm, që nuk është diçka e fshehur, është fakt. Kështu që çfarë besoj unë është që njeriu atë ditë kur shkon të votoj, në shkurt, i thot vetes pse po votoj, a dëshiroj ndryshime apo dëshiroj të njëjta gjëra që politikan për shembull, një rast konkret. Dje, kemi pa gjitha partive në Kosovë, vetëm pak, lutem. Po. 40 vet janë ulur në një vend, apo 50 vet janë ulur, ndërsa 10.000 persona i kanë humbur vendet e punës Kosovës se i kanë dënuar me 2.000 euro për shembull pse i thyen ligjin e Covidit, ndërsa ata vetë thyen ligjin e Covidit. Ku i besohet një politikon i tillë? Lutem, nuk i besohet. Mirë po, ajo çfarë ndodh zakonisht, të paktën unë po flas nga përvoja ime në bashkëbisedim me qytetarët apo me elektoratin, edhe pse nuk ka asnjë i cili meriton votën time, unë po shkoj vetëm me atë idenë që serbit mos t'ja jap votën. Okej, kur thaj për serbit mos që jap votën, Kosova në faktikisht ka dhe një minoritet serb, ka dhe minoritete tjera, edhe minoriteti serb, ata 30.000 kosovarës serb që jetojnë në Serbi, kanë ministrinë e vetë. Edhe gjithmonë e kanë ministër përfaqësuesin e vetë, ndërsa 800.000 shqiptarë nga Kosova që shumë nga ata kanë akoma shtetit Kosovës, si gjithë jetojnë diasporë, nuk ju ka taku ministria. Në rregull që ka pas problem, por ka pas nevojë strukturohet. Një farë mënyre, nëse ne diskriminojmë vetveten, çka pritet me sjelljet e tjera kundrejt nesh. Unë nuk kam asgjë kundër serbit apo bosnjakut apo romit apo turkut që jeton në Kosovë, që e di gjuhën shqipe, gjuhën e shumicës faktikisht, por i respektohen gjitha drejtat me normativat, konventat evropiane dhe ndërkombëtare, konventat ndërkombëtare demokratike po flasa. Po. Por nuk besoj që Kosova ka ardhur në atë poen, në atë nivel zhvillimit që mendon për shembull ideologji, edhe pse përmendën ideologji, nuk kanë ideologji parti politike të Kosovës. Kanë një lider që sikurse ai zakonisht ai e ndron mendjen përpos një partie, gjitha partitë udhëheqin nga burrat në Kosovë. Edhe i pindur jam sikur kishte pas më shumë gratë pozita udhëheqëse edhe në parti, po edhe në komuna, kryetarët komuna, Kosova kishte pas punë shumë më mirë se sa që i ka sot. Po, nga që po i afrohemi fundit të programit dhe bashkë do përshëndetemi, por që pak fjalë në lidhje me vendimin e KQZ-s, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sot ka marrë vendim që votuesit jashtë Kosovës të regjistrohen për votim përmes emailit, njofton Insideri. Në vendimin e KQZ-s thuhet se përmes një emaili mund të aplikojë rrethi i ngushtë familjar që ka mbiemër të njëjtë. Verifikimi i procesit të aplikimit do të bëhet përmes kontaktimit me telefon. Në pikën 4, KQZ-ja njofton se në rast se aplikuesi nuk përgjigjet në thirrje, aplikimi i tij do të refuzohet. Si e sheh këtë? Numër 1, unë besoj se është gabim që të bëhet farloj regjistrimi grupor, kolektiv, për arsye se vota është personale në një vend demokratik, apo që synon bëhet demokraci e vërtet, nuk ka nevojë të bëhen regjistrime grupore një familje, të bëhet regjistrime personal. Çdo personi që është në moshën 18 vjeçare e sipër, që e ka shtetësinë e Kosovës, nëse ka shtetinë dyfisht, apo e ka shtetinë e Kosovës. Se duhet vërtetohen se janë njerëz real, unë nuk besoj që është diçka e keqe, është mirë, por është gabim që ketë standarde trefishta për neve që kemi edhe shtetinë e Kosovës, jetojmë në shtetet perëndimore, ndërsa të mos kërkohet e njëjta për shembull edhe pra 30.000 serb që janë në Serbi. I bindur jam se ata trajtohen ndryshe. Është një fjalë popullore përpara ka thënë për dikën nën, për dikën njerë. Fakt që i bie edhe më keq. Jo një farë po diskriminimi pris ka, kështu duket. Unë nuk kam asgjë kundër, prapë po flas, nuk kam edhe besoj që duhet vërtetohet identiteti i personit që voton. Kjo vlen jashtëzakonisht shumë nëse votimi do bëj online. Për votimin nuk do të bëhet përmes internetit, votimi do bëhet përmes postës. Edhe duke pas parasysh
se Covid na ka blloku të gjithëve, po smoj njerëzit shumë shpesh, përëndim për shembull, Gjermania do bllokohet edhe më shumë, Britania e Madhe, nuk është e sigurt që posta të funksionojë. Them drejtën, i bindur jam që përkundër dëshirës shumë njerëz nuk do të kenë nga diaspora, nga ne nuk do të kemi mundësi të votojmë. Kështu që mirë të vërtetohet, por jo bëhet diskriminim për neve vetëm se jemi shqiptarë. Sot për bëhet diskriminim diasporës shqiptare. Po, zotër Dibran Tahiri thot, Avni pse nuk e formoj një parti të re, kur dihet se 40% nuk votojnë për me ba ndryshime? Pyetje me vend, kjo nuk ishte arsyeja fakt pse telefonova unë, po mundohemi disa diasporë që ta kemi një organizatë, gjysmë organizatë, apo 70% organizatë, 30% krah, subjekt, parti politike, quaj si dush, por nuk ja arritëm qëllimit regjistrimit për arsye ndryshme, ta shohim gjithë tashme, se them drejtën, nëse nismi nga realiteti e vërteta politike në Kosovë, edhe qeveria e cila do të del pas shkurtit, që i bindur jam se nuk do të formohet as shpejt shkurt, herën e kaluar kam pritur 4 muaj, 5 muaj Kosova ta ketë një qeveri, edhe ajo qeveri nuk do ta ketë jetën e gjatë, ndoshta 20 muaj, 10 muaj jo më shumë. Kështu që ta shohim, mundësit janë, faleminderit shumë nga shiquesi ndëgjuesi juaj, është e mundur që herën e ardhshme më keni edhe mund listë bashkë me tjerë, se vetëm njeriu nuk është i fortë, por bashkë me gjithë tjerë. Gjithë janë miqtarë të bashkëpunimit. Unë falemderoj shumë për minuta, Avni, gjithmonë kënaqësi dhe nder kur flasim bashkë. Faleminderit edhe për këto informacione, për tu dëgjuar sërish në ndonjë herë tjetër. Faleminderit, gjithat mirë. Avni Dervishi, të dashur miq, miku ynë në Suedi, e falenderojmë shumë dhe gjithashtu ju falenderojmë të gjithëve që ishit bashkë me ne deri në këto orë, edhe një herë për t'ju kërkuar ndjes për disa minuta vonesë që u kyqëm drejt për drejt në gjurmët. Unë e di që me nxi e pritni këtë program, por që ndodh edhe kjo, që të vonojmë po, sepse emisioni është i drejt për drejt, por që dështojmë në mos realizimin e programit, vetëm atëherë kur jemi, ose kur kemi ndonjë problem, të themi aq madhor me teknikën, me rrymën e të tillë gjëra, sepse jemi njerëz apo jo, por që në asnjë mënyrë tjetër. Ndërkohë që edhe një herë arsye e kësaj vonese tonës ishte mos ardhja dhe mos të themi mos respektimi i asaj marrëveshje paraprake për që në studio Dr. Haxhi Avdyli, deputet i Kuvendit Kosovës, dhe ne bashkëbiseduam bashkë këtu në këtë program, i cili program shpresoj dhe uroj edhe ju keni kaluar bukur dhe ja ka vlejt. Kam disa mesazhe. Po, ndërkohë që në fillim të programit fare të dashur miq, unë ju kam thënë sonte me doktor Haxhi Avdylin e kemi nisur javën, nesër do e kemi zotri Haxhi Shalën këtu në program, në gjurmët, në këtë studio, me cilin do të flasim jo vetëm për partin e re tek e cila ai ka bashkuar forcat e tij, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, po edhe arsyen e lërjes të Partisë Nisma, sepse ai ishte realisht pjesë e Nismës, ndërkohë që duke e lënë Nismën inkuadrohet dhe bashkon forca me Aleancën. Do flasim shumë tema, do prekim me zotri Haxhi Shalën, i cili nesër do t'jetë në gjurmët këtu në Alpse. Krejt në fund, në emrin tim personal, në emër të gjithë stafit ekipës së gjurmët, në emër të Bajramit në teknik, ju uroj natë mirë, gjumë të qetë dhe një javë super të mirë dhe të realizuar. Mirëmbëngjes.